gjatë jeta juaj, ju përshëndes të gjithë dhe pa dallime, Selamu Aleikum. Po kam dëshirë më ju treguni ngjarje të vërtetë. Dhe kam dëshirë që të më ndëgjoni deri në fund, se do ishin pleq këty në herë dhe kishin pas me drejt, që fundi gjithmonë që diçka. Këtë ngjarje mund të tregoj ke një burr i madh. Një farë U Gashi është ky person këtu. U Gashi, kur vetë ka qenë si fëmijë dhe më tregoj ke një ngjarje të vërtet, dajës vetë, rahmet shpirti past. Dhe një numër i madh mund ta njihni dajën e tij se kush ishte. Ka qenë një burr me vlera, një burr i ndershëm e i meqëm. Dhe U Gashi për fat keq sot është i plagosun për lirinë e Kosovës që ne sot e gëzojmë. Respekt U Gashit, përshëndes nga larg, shpresoj që je mirë me familje. E kështu që daja i tij, ndoshta e njihni, këshenin e rumi respektum katun bas katundi. Emrin e ka pas Nezir, po për shkak të respektit e të nderit se kishin thirr Nezir, po e kishin thirr Bacinez. Zoti qofti i kënaqur me ta. Dhe oda ti kish nejt 24 orë hap për burra. Dhe një nat ishin kur pas mbledh burrat çaj e mohabet, sikur këty një herë që jenë konë odat. Dhe kish pas qellu njoni aty e nu synin Bacinez dhe një drejtu, Bacinez, ka fal. Apo tutesh se ka gjatë të canje ti. Po në atë kohë kish pas qenë koha e servis, ora policore. Dhe po i thot Bacinez, po tutëm ka pak, që me bo. Tutësh ti tutësh se to canje. E dikur i hinin kryet e praj. U qu Bacinez, po i thot burra, thëm falni veç pak. Po ka qenë burri meqen. Këty njëherë plesht vërtet kanë fol shkurt, po kanë pas kuptimet gjata. Para ata që e kanë pas trurin e hodhe i kanë kuptu. Dhe po i thot këtina, apo që është me mund të ishte me të regu diqka. Po ashtu u që dhe U Gashi dul mas dajez vet. E Bacinez e kish pas i pushk, e mor pushkën me vete dhe jam syne nara atje. Dhe ju drejtu më zatit, ja drejtoj pushkën lull bali, dhe po i thot më zatit, o më zat, a tu të shti? E më zati vazhdon me u pa dhe mu martyp. Dikur prapo ka i thot, o më zat, lull bali, a tu të shti? E më zati vazhdon martypet. Dhe ju këthy këtina po i thot, a jetu e pa, më zati nuk tutet, ashtë ka vazhdon po martypet. E burri që është burr duhet më utut ka herë. Dhe aje uli kokën. Ashtu, vërtet ishte fjalë me shumë kuptime. U Gashi t'jesh krenar me dajën tonë, fjalë me shumë kuptime. Dhe unë kisha pas më ju thonë që burri që është burr, normal që është frikacak. Për shkak që ai ka frikë, mos është ka hup burrnin që e ka. Se burrnia nuk fitohet kollaj. Dhe ka frikë që mos ta ule emrin e vetë dhe emrin e të parëve të familjes vetë. Dhe është frikacak burri që është burr, që mos të bëhet rob i fjalës. E kështu që tash unë Faruk Pejani të shfrytëzoj këtë video, se vërtet fundit që diçka. Dhe kisha pas më drejtu disave që sot i hapin sytë dhe fort interesojnë punë të mia. Kisha pas më thonë që nuk është pa tjetër me ndëgju fjallët e mia, as me i shiku videot e mia. Dhe s'ki për shka me sha me ofendu. Mundohen me ule emrin tem. Unë i këshilloj ata, kisha pas më ju thonë mërni si këshill. Ju këshillon Faruk Pejani që ju mërtypnu, sa të mundi mërtypnu, mos palni. Dhe mërni kësi këshill, se me të shame e të regon vetëm likësi, fare, burnia. Me të shame e të regon që mungon edukata dhe jetë për një familje të pavlerë. Me të shame të regon publikisht emrin ton dhe emrin e të parve tu.
dhe me të shame e tregon që je shumë mbrapa dhe s'ki forcë me i dalë, sikur që i takon burrit e mi thonë gjërat në sy. S'na ka hije neve e shamja. Por thonë se ka njoft shamën. Se ka njoft shamën, për shkak që ata i kanë ditë vlerat e lokëve tona që janë të shejta. Se nëna nuk i shohet as kujt, pas gruaja nuk i shohet as kujt, se dhe ajo është nënë e dikujt. Burri që është burr, del dhe t'i thot gjërat në sy. Ashtu i takon një burri, apo? Po për fat keq, na mungojnë eva ata burra, sot kemi mashkuj. E ka dallim i madh një mashkull prej burrit, sikur nata me ditë, me thonë duket pak. Po thon sikur i gjalli me të vdekurin. Kështu që ju që shani, e hyni në live tem, e jepni komente të ulta, e më tregoni patriota që jenë mush rrjetet sociale. Ta kemi të qartë që ju keni dallim me Faruk Pejani sikur i gjalli me të vdekurin. Dhe nuk dua të merrem dhe më ndohu sa dur që Faruk Pejani konën se sha. Për mu lokët janë të shejta. Zoti i rujt lokët tona ka do që janë, prindërit ton ka do që janë, dhe lut Zotin që të na falë vlat hajrit, të halallit, që e dinë vlerën e çdo njonit, po gjithsesi vlerën e prindve. E jo kësi njerëz të përmbëst, sikur që sot shkelin mbi korrizin e kësaj toke me ofendime, me të shame. Mirëmbëçit, me respekt nga Faruk Pejani për çdo njeri të mirë që më ka dëgjuar me vëmendje dhe i kupton fjalët e mia. Ju paqem gjithmonë, po kjo është që gjithmonë kam thonë, dhurata më e mirë që mund t'i jepsh dikujt është respekti. Respekto që t'jesh i respektuar. Kalofshit mirë e Zoti i rujt.